Pilaf me lëngun e gjelit të detit do përgatitin prindrit sot, edhe del një recetë fantastike o njerëz të dashur e të bukur. Tani si e përgatitin prindrit? Në radhë të parë duhet të kesh një gjel deti, se po s'ke ku do ta gjesh lëngun. Pastaj, siç shikoni e prenë në copa edhe e vendosën në tenxherën e presionit që të vlojë edhe të ziejë që të mundemi t'i marrim lëngun. Derisa të përgatitet mishi, mami do skuqi orizin. Siç shikoni, orizi ka ngjyra të ndryshme se mami përdor 2 lloj orizrash që të bëj pilafin. Edhe del pilafi ashtu fantastik. Zjej në të njëjtën kohë, ndaj mos e keni frikë që nuk do zjej një pjesë e orizit dhe orizi tjetër nuk do zjej. Tani, pasi e skuqi orizin, mori lëngun e gjelit të detit edhe ja hodhi brenda dhe duhet me shumë flak të avash të vloj pilafi që të mundet të iki gjithë ujë të avullojë, lëngu do me thënë dhe të mbetet pilafi në fund. Gjelin e detit tani e mori, e vendosi në një tepsi, i hodhi pak krip, pak piper, pak rigon, e vendosi në furrë që të piqet të marrë një faqe ashtu siç themi ne. Edhe është një gatim fantastik, plot shije dhe aroma. Të na bëj mirë.